Mirë se erdhët në Ravec, të blegtor të Canziba, jeni mirë se ardhën çdo herë në këtë blegtori. Na kemi një breng ma shumë se gjithë Kosova, sepse shku 20 vite mas luftës, as një cent kush nuk ka investu për një investim për që janë projekta për shtallat, për si blegtor. Po për me hi ma shkurt të ki shoki ku ke për këta aplikimin e shtallave, ata i kanë qitë kushtet e mlaja. Duhet me pas gjimnazin apo fakultetin, duhet me bo një projekt për përfitu ata matrapazat, 600 euro një shtall. Shtall nuk është kazerme ushtarake me maru, është një shtall shumë e thjeshtë me maru, vetë e maroj. Mirë po nuk janë kushtet. Një shtall për me përcaktu ata vetëm mund me nda bugjetin, pse me bo 80.000-90.000 euro që kanë përfitu në Drenice, në Apoje, në Dragash, çdo ku kanë maru me 80.000-90.000 euro. Ata kanë shku si mas personave që i kanë lidhjet njofshë familjarisht, ati nuk ka nevoj me bo 80.000 euro, se këtu 15.000 euro marohet kjo shtall. Pak sa janë akuzat, kanë bazë. Keni argumente këto që? Kemi argumente që në maru shtalla 89.000 euro, që i kanë përfitu 1 cent s'ka marrë kush, nuk ka marrë kush as 1 cent, ai person që ka përfitu të nderin, ai ka marrë parën, shtalla i ka kushtu diku 20.000 euro që kanë req, ai ata parë i ka marrë vetë. Edhe ai ka apliku nemën blegtorve, kurse blegtori nuk mune me dash me apliku, nuk muj, se unë nuk kam shkollë të Krine, edhe do të me pas gjimnazin e Krine, do të me pas në mbi 5 hektar tokë nemën të vetë, pronën, mi pas dokumente nemën të vetë për me apliku një shtallë me përfitu. Sa dele keni ju? Kemi mbi 300 copa delet. Gjendja po shihet katastrofike? Gjendja është treni fundit, veç me marrë mi ullë ndri, se nuk ka, mo qëtë rrugë dali nuk ka, mirë po shpreset në kanë majtë edhe maraki edhe shpreset edhe nuk kem ku me shku. Shkollë të Krine nuk kemi, punësim nuk ka, për asë një ola për ta të shkrine shkollë nuk ka, se tash e kanë marrë po shtetin familjarisht. E kanë marrë hajnat me trapazë shtetin. Tash shtohen delet, po. Me qenë qasa jam. Po jonë mbi 600 copa me kingjet, po këtë qka jonë, kur nuk i ku mi strehu, kjo kohë mbi 50 gjalla copa për këtë ftoftin katë që i vogël që ka qenë i kanë domë tu kingjet. A keni probleme vendosit? Kemi probleme tash, një problem ma i malë që nuk ka shtu, na ka shtu komuna, e ka qitë një ligjë dvjetër, ishtë komunistëve të moqëm, në të kohë Trankovicit ka qenë ai ligji, me armet njek, me roja, me patrollat policis, me përjashtu pi pronës vetë, me na qitë në bjeshk. Mirë pa najmit na që në bjeshk me na qitë, nësi një afrojnë kushtet në bjeshk. Pas kushtet nuk ka, se i kanë marë burimet e ujit, i kanë mbledh, i kanë bo disa pishina, disa bunara që i kanë marë me ujit, e kanë shu këtinve gurthisëve vendet ku ka burimet e ujit, nuk ka 1 kilo ujë ku e mush në bjeshk Travecit.